votimit. 74 deputet prezent. Fillojmë votimin e aktit. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së bazë direkte përmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak FMF. Ky akt përdor shumicë absolute të shkolla shkrimtarit. Votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim në elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota për, 0 kundër, 0 abstenim, miratohet projektligji në parim. Kalojmë votimin në përmjet me karton sipas variantit të propozuesit. Neni 1, pro kundër abstenim. Vini 14 minuta. Miratohet Neni 2 në përqindje me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, ky ligj hyn në fuqi në një. Pro kundër abstenim. Miratohet. Kalojmë votimin në tërësi, hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota për, 0 kundër, 0 abstenim.